Qytetar digital më thonë që është bërë bëhet një kombinim i dy shërbimeve, Tiranë-Beograd, kundër protestuesve të ri. Keni informacion? Kjo ka ndodhur, po sigurisht pa informacion qytetar digital nuk janë, e keni pa ju. E pat se edhe e censuruat. Pardje më tha që kanë ardhur 2 kontejner me ngarkesat mëdha eurosh. E publikova edhe mediat kyç omerta. Dje erdhi qytetari digital më tha nuk kanë qenë 2, kanë qenë 3. I atëmijat, jo, ato e atëmijat, jo ju tua, po omerta prap 3. Tani, këte sigurisht, qytetari digital më thot se këta po studiojnë dhe po marrin ekspert serb të protestave të zgjatura. Dhe kjo është një akt absolutisht anti-shqiptar dhe është një akt, po pse se morëve është kush erdhi me pa dosjet e kush erdhi me për dosjet gjykas larg? A më thua pak mua? Po mirë, këto dy gjëra të ndryshme. Jo, po duken serb ty brapa diellit. Kur ja dha dosjet në dorë, ai e mori. Ky eksperti serb erdhi me marr dosjet e çka ka, ajo është po edhe këta të kontraktuar, edhe këta i paguën vlora nëse i ka marrë. Edhe këta i paguën vlora. Po se tani vlora është, dihet ajo, është agjente e përbashkët e Rams dhe Vučićit. Kjo është e njohur, e kam thënë që në fillimun, që kur bëri udhëtimin e parë dhe mohoi, gjë të cilën që është të vërtetë e denoncuar kolegët e saj. Jem i hapur me ju. Kam një pyetje. Kam të tjera unë. Të juaj digital përsa e përket deputetës Partisë Socialiste Mariana Koçiku Malsorës në Shkodër? Ajo u kërcënua nga banda e Rams dhe unë i dhash paralimin më të fortë Edi Rams dhe ja prap se kjo rrugë çon në konflikte të mëdha dhe të heq dorë nga kërcënimi. Ajo zonja për hir të vërtetës duhet të themi atë që është. I tha në Shkodër atë që duhet i thoshte. I tha, zoti Rama e shtrove Rozafën në zyrë të Partisë Socialiste. Po zoti Rama kishte vendosur në listë para të zoti Berisha, nuk është se listë parë po, ja që nuk u tani, shiko, njeriu çdo kohë ka drejt reflektojë. Në çdo rast reflektojë dhe ajo ka reflektuar. Si në rastin e takimit të në Rozafa, takim partjak, ashtu dhe në rastin e qëndrimit që po mandaj protestave. Po ju pyet a e keni ftuar ju atë që të jetë pjesë e Partisë Demokratike? Jo, nuk e kemi ftuar sepse ajo ka deklaruar që do të jetë e pavarur. Kjo është deklaratë dhe ne respektojmë deklaratën e saj. Jo. Po unë i bëj thirrje, u bëra thirrje dhe ministrave, i jepni dorëheqjen që të shkojmë drejt zgjidhjes krizës. Tani e ndëgjuat pak atë Bidon ju aty? Më falni. Nuk e lak me fond. Bido është një brejtës, është brejtësi kryesor i arkivës së shtetit, i manipulimeve në tokat e bregut. Tani Bido t'jap shpjegime. Çështja 72821960 AA. Ky është kodi me denoncimet e veprimeve juridike që është ka shkel Bido në arkiv. Bido ka bërë kredit në arkiv. Bido, tani ju themi që ka patur një duel midis tij shumë të fortë dhe të ndjerit Artan Lama. I cili, ju i dini se i keni deklarata mia, por ka meritën e madhe që ai kur nuk e firmosi gjipet. Edi Rama, do t'ja njoh. Atje kush, do t'ja njoh meritet. Ai nuk e firmosi. Nuk ja u firmosi Olsi Rams dhe familjes 242 metër katror. Bido i falsifikoi dhe i modifikoi gjërat. Pra, ky është kodi me në arkiv. Data është 27 i pari 2025. Ka 5 faqe me shkelje dhe rreth 28 shkelje juridike. Bido, imagjinoni ju sa vite kanë këto. Mbrapa. Po. Kjo, tani më fani edhe tjetër dhe para se të largohemi ju kam
Kemi disa pyetje. Kemi disa pyetje. Pastaj sa doli pyetje, po e kam një për interesues kjo. Si që ja u thash dhe në parlament, në një akt të do më thënë, çnjerëzor, po e quajmë, Altin Dumani, Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj, në akuzën ndaj Sali Berishës, botuan emrat e 3 fëmijëve me autizëm. Imagjinoni se çfarë goditje është për ato nëna heroina që rrisin se ju bot hyni në botën e tyre, nuk ka gra më heroike se gruan nënën që merret me rjafësimin e fëmisë me autizëm. Është një sagë heroike e jashtëzakonshme. Dhe këta si shpërblim, Altin Dumani publikon emrat e 3 fëmijëve, të cilët familjet që absolutisht pa njohura ja u paguonin fëmijët e mi trajtimin në qendrën rajonale. Si të bëjnë shumë njerëz të tjerë. Ta paguonin 3, të tjerë paguojnë me rasht në kuadrin e bamirësisë. Dhe këto tani e quajtën këtë korrupsion, sepse aty drejtuese është bashkëshortja ime, që për 20 vitësh punon pa asnjë shpërblim, punon vullnetarisht për dëshirën e vet. Kurse vjen problem, jo kështu është, domethënë, ky ishte konflikti drejt, sepse në atë qendër drejtohej dhe këta paguonin fëmijë familjeve në atë qendër trajtimin në qendër. Imagjino që ato rroga përdoren për personelin. Aty ka personel, ka logoped, ka specialistë të gjitha fushave që i trajtojnë ata fëmijë. Dhe është një mrekullie vërtet nga ana e trajtimit. Tani, këta fshehin qeveritarët e Arubës, të cilët i kanë me fotografi, i kanë me video. Vetëm kaq t'u them unë ju. Të dhënat mbi takimet e kryera nga ana e tyre me përfaqësues funksionar të lartë shtetëror të shtetit në Aruba përmenden këtu. Takimet vëzhguara janar shkurt, se nuk është një takim. Ta dini, në Aruba është më shumë se një takim. Ja them unë, e sigurt kjo. Në janar shkurt të 2019 të cituara në vendimin e gjykatës. Tjetra. Dhe kur ja thash unë Damianit, dile bëj këtu në Bibël, që s'kam qenë, zbuxoj. Ne jemi shtet laik, zoti Berisha. Jo, po, nuk është be, ai, po të thosh kushtetu dhe kanë si shuata, e kanë letër vdekur, mos u thash Bibël, se mos se e kam pa që bon sarite, që ka qenë në malin Atos. Jo, e kam pa se ka qenë në malin Atos. Ka qenë në malin Atos, prandaj thash i ka ngel ato besimet e rritet. Që shkoj atje ai, malin Atos? Nga qytetari digital, keni informacion kush janë zyrtarët që kanë qenë në Aruba? Po, jo, them unë prishti edhe një tani. Më poshtë, sipas provave të pjesëve të paraqitura, këto takime duket se kanë të bëjnë me projekte pasurisht të paluajtshme në Shqipëri, u provua kjo, të tilla janë. Potencialisht të financuara me fonde të paligjshme, u provua kjo, i ka dosja. Me mbështetjen e autoriteteve politike. Ja pra. Pra, emrat e 3 fëmijëve me autizëm se janë sponsorizuar nga fëmijët e mi bëhen publik, që përbën një shkelje më të rëndën që mund bëhet nga një fëmijë, emrat e qeveritarëve kriminal që kanë shkuar dhe kanë firmosur marrëveshjet me trafikantët, i mban të fshehta sepse janë njerëzit e Edi Ramës. Sepse këta emra që janë, jo them, thuhet, Damiani, që s'ja mbajti të bëj betimin, s'ja mbajti, po diltaj, dilte po të donte, po tha janë emrat familjarët, a i kanë zjerë emrat e fëmijëve autistë, po zjerdet, po t'ishtë a i, do kishë marrë vesh gjithë bota fëmijët e mi, po, familjarët mi, tha. Pra, Damiani, dhe është Olsi, Rama i gjati,
Rama e kanë edhe djemt e Balës, po nuk janë të gjatë. Djemt e Balës kanë rastis jo të gjatë. Dihet kush, ata që njohin. Pra i gjatë është Olsi, ose Vetrama, atës mund ta them. Po me sa di unë është Olsi. Dhe i treti është Engjella Gaçi. Dhe e fundit nuk ka një takim, ka më shumë se një takim në rruba. Dhe ora 600.000 eurosh. Ora 600.000 eurosh është bërë për Edi Ramën, sipas dosjeve belge. Po, as një fjalë. Pra, kjo është e tëra. Tani çfarë do lloj pyetje unë jam i hapur. Berisha, për shkak se nuk e pranuan të ndryshojnë rendin e ditës në parlament, a do largohet grupi parlamentar i Partisë Demokratike për të mos marrë pjesë në votim edhe për amnistinë penale? Jo, ne nuk votojmë amnistinë. Ne nuk kemi asgjë tjetër në ditë përveç çështjes e kërkesave të protestës. Jemi të prerë për ne si parlamentar, rendi ditës është vetëm një, kërkesat e protestuesve. Asnjë çështje tjetër. Tani, sa do të rim edhe pustisni për çështjen e protestave. A i keni dëgjuar qartë thirrjen që Ramanburg, Berisha... Po! A e dëgjove tavlan ballën qartë, apo jo? A e dëgjove ballën? Po tani, unë s'e kam thënë këtë. Po tavlan balla e mori vetë për sipër. Po e thotë gjithë turma. Po jo, po e tha e mori vetë që është, e tha, kam kënaqësi që më kanë dëgjuar, tha. Po balla do ta fusë Ramanburg? Po si se dëgjove ti në parlament? Jo, po se E vlerësoni protestën ose nuk e vlerësoni? E vlerësoj, jo, një minutë. Jo, shiko. Jo, e vlerësoj në shkallën më të lartë. Por e kam thënë gjithë që nuk mundet kur që gjethet të më pengojnë të shoftrungur. Nuk mundet kur që disa sloganet ose në një qëndrim i veglave të qeverisë, opozita është vegël e qeverisë. Dhe unë nuk them më shumë se kaq këtu. Por është vegël e qeverisë. Dhe 2-3 Sorosian të paguar nga armiku im George Soros. Kaq është ajo. Aq është ajo. Dhe pikërisht kur bëhet pjesë për Soros. Mbaj mend kur i vendosën sanksionin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thatë u riktheva për të vendosur dinjitetin tim në vend. Tashmë që sanksionet janë hequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo e mendoni, apo e keni menduar këtë ditë për të larguar edhe nga drejtimi i Partisë Demokratike, tani që vendoset dinjitetin tuaj personal dhe familjar? Shiko, kur më bën një pyetje, mendoj se duhet të kemi gjëra të thjellta. E kam thënë dhe e them. Në mënyrë absolute nuk jam kthyer për të përdorur mburoj politike. Jo. Jo, nuk e the, e vërtet, po unë po bëj sqarimin. Kur unë sankcionova, unë i kam thënë kryetarit partisë këto fjalë. Këtë betejë do ta bëj vetëm. Nuk duhet që partia të ndërhyjë në asnjë moment. Dhe i them, i kam kujtuar atij një fjalë të Hoxhanëve. Hoxhan në Kongresin e Berlinit gjithë bota vendosi që plava dhe gusia të kalojnë dhe hoti e gruta të kalojnë në Malit Zi. Ata u mblodhën. Gjithë botën kundër. Në ime e Zotit pushke hotit. Tha mua, çfarë do thotë kjo, ja shpjegova këtë që u shpjegova ju. Ndaj dhe unë push kam pendën dhe u do vazhdoj betejën time dhe isha shumë komod. Pse isha komod? E hudha në gjyq. Ajo ishte rruga më e drejtë, më dinjitoze, që natyrisht e asaroj në shkallën maksimale, po unë do më redi të tani, ecim pak me tutje. Pse u ktheva? U ktheva, sepse konstatova që qëllimi ishte të kontrollohej me çdo kusht Partia Demokratike. Të kthehej në një si motor të Partisë Socialiste. Do t'jap vetëm një shembull. Dhe ti je shqiptar dhe s'do ta harrosh kurrë. Edhe pasi dha dorëheqjen Lulzim Basha, nëse të kujtohet, i shkuan për vizitë Chairman Ali Beaj, kryetarit Ali Beaj, që s'kishte se kishte votuar kur në jetën e tij një demokrat atë. Por e njohën Rama me atë Zojnë, e njohën për njerëz si kryetar. Ju e keni vendosur ministër drejtësie. Kurdo? Ju e keni pasur atë ministër. Tash se që kjo s'do thot janë gjëra të ndryshme, unë s'po them se, por pra, nuk kam problem.
Çështja ishte që dolin të kontrollonin me çdo kusht partinë. Partinë Demokratike dhe kur ndonjëherë opozita e vërtet s'do ta kontrolloj kush përveç antarëve të vet. Kjo është arsyeja sepse Sali Berisha ndoqi procedurën ligjore dhe pse u përdorën të gjitha mjetet, u përdorën jo kundër meje, u përdorën që të merrin në kontroll Partinë Demokratike. Never will happen. Nuk ndodh kurrë. Kështu që kjo është arsyeja e vërtet pse unë u angazhova u riktheva unë. Jemi tek non grada, zoti Berisha, kam 3 pyetje që po i përmbledh me një për çështjen e non gradës dhe u përgjigj me gjitha pas. E para, a keni pas ftesë nga ambasada amerikane për 250 vjetorit pavarësisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës? E dyta, a keni lobuar në Shtetet e Bashkuara për rishikimin e dizajnimit tënd? Dhe e treta, a ka bërë Sali Berisha një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës rasti do të dikse? Pra, SBA-ja njihet që bën marrëveshje me lider ose eksponent politik votror. E para, nuk kam zhvilluar në kategorike absolute asnjë lloj negociate me asnjë person. Ka një kod. Po shkove në gjykat, shkon në gjykat. Nuk kem ajo që bëj një veprim edhe mund bëj edhe tjetër të jo. Seanca pajtimi në Seanca pajtimi, unë kisha në mend asgjë s'pranoj. Unë do shkova në gjykat. Ndaj dhe çdo aludim këtu është i kotë. A kanë lobuar për Sali Berishën? Kanë lobuar. Po, pa diskutim, sepse procedura është lobim. Priti minut. Ato janë tjetër problem, pastaj. Problemi është këtu. Nuk kam lobuar me administratën Biden. Jo. Nuk kam lobuar, nuk kam bërë asnjë lobim me administratën e presidentit Biden. Ngroja administrata, natyrisht, aty nuk ka procedurë tjetër për është lobimit. Siç e diu, domethënë. Pra, nuk ka patur asnjë, unë që ta din të gjithë, të vetmin sankcion që kam patur, ka qenë viza. Janë përpjek shumë me një vullnet patologjik ta kalojnë tek thesari, se mendonin që unë kam besonin gënjeshtrat e tyre, thesari që është të vërteta, bëri një hetim të thelluar dhe të gjithanshëm. Timin, fëmijët e tij dhe gjeti atë që kanë gjetë edhe këta në vetimun që kanë bërë të pasurive çdo gjë, dhe nuk ja u kthej mbrapsht. Pra, donin ta çonin tek ligji Magnitski. Ligji Magnitski është sigurisht sanksione të rënda, pastaj se të bllokohet llogari, të bllokohet të gjitha, por ai ligj ka një ndryshim nga ky, që ai ka një kanal ankese. Ka një kanal, ky nuk ka. Ky ka vetëm lobing dhe pastaj gjykimi i sekretarit, sepse është diskrecion i tij. I tij në raport me Kongresin. Këto janë. Por lobimi është paguar në emrin tuaj apo në emrin të Partisë Demokratike? Ai lobim, se kush e ka paguar, janë fondacion i cili ndihmon Partinë Demokratike dhe ka marrë përsipër të mbrojë kauzën e Partisë Demokratike. Po ju thotë që do e kishit vete personale dhe nuk do e përfshini Partinë Demokratike në këtë çështje. Jo. Unë thash, vetëm mos harroj gjë. Unë thash u ktheva kur dolin të kontrollonin Partinë Demokratike. Pastaj unë nuk mund të them që jam kryetari i Partisë Demokratike. Po s'kisha ndërmend të kthehesha. Kisha ndërmend të vazhdoja betejën me media, asi mjet tjetër s'kisha, media dhe gjykat dhe media. Kjo ishte zgjidhja ime dhe në fakt aty nuk bëra fakt. Bëra shumë. Për ta qartësuar, sot nuk ka asnjë më dyshje të Sali Berishës për të larguar nga drejtimi i Partisë Demokratike apo ndonjë mendim? Po si mund të bësh ti pyetje të tillë? E bëj sepse Po çfarë të thot mendja? Se këtë pyetje, po këtë përpjekje të jashtëzakonshme ka bërë dia. A nuk u